Dhe si që tha I madhi Fato Sulo, ke një tjetër fan. Dhe I ftuar një ditë. Ja, se do t'a them mu se meriton ti t'a thua. Bujaka! 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 Faleminderit për 5.000 lekë që na vjen. Unë dua 10. Bujaka po si e more ka I gëzëri. Mos e ekni follow-ën në ndalesën. A filloj heke follow-i. Si jeni më të fortit. Çka keni Më të fortit jemi se po bëjmë post ferma këtu para banës. Na brave. Ja ka si e shën këto pak ditë pas fermës. Shumë mirë valla shqyqër. Unë po nina mirë. Pak një gjiro nga Zari na iku pak se që nja 2 ditë të festu. Kur fitoj Moza, besoj bëre ulërit aty dhe iku, apo? Festove më shumë ti se Moza. Festova dhe unë ma shumë se unë se ndryshova zemrën. Pra unë fitova çmimin e publikut, po dalë në për rrugë Tiranës, më dalojnë burra, gra, gjysha, gjyshet. Dashuri shumë ke marrë, Bujaka. Ja, është për mu. Ti the pak më parë që nuk e ndrova zemrën. Çfarë ndodhi mes teje dhe Mozës? Bravo. Prandaj më pëlqen nisi mua. Unë qa ndodhi? Uftohët. Aty ma heki pak follow-in Moza. Se kështu? Nuk e di pse ashtu, e din krejt njerëzit, nashta pse, sene, po... Ndoshta nga që u afrua me Ilirin. Jo, ishte një moment se unë isha thjesht në gjumë, po s'po më dzente gjumi. Dhe aty ta është I following kër ishte në gjumë. Dhe dola dhe Iliri një ditë para, e patëm një muhabet që ashtu apet, tu nga të mu, si Bujaka me Ilirin mo që tash po nifet, a I muhabet I unë. Edhe tha flejte, thash jo, s'po më cinte gjumbin, tha pse, tha qa ki, thash kom emocione, tha për finalen. Edhe ato ndodhi ai momenti që nuk foli atë moment Iliri, u tregu pak I zgjuar, se si ka ndalë parashikimet e mira në bastore. Edhe atë foli Moza, edhe foli tha... s'ki nevoj me folë, re ato, tha se e fry pak e sene, tha me jetë ato e këshyrë, tha është Moza kjo, tani kur tha... Përshë ndryshim komplet I Mozës. Po, ishte moment si kur po ndjente se doja me amor une, po une kum thonë dhe për fillimit që Moza du me fitua për qëta se kum ndryshu kur menimin për ta, se kom shok, po qa ishtë momenti që më tha dhe një moment tha, nuk do flaj mo me ty se ti kështu e donë, ato më preki edhe pak ma shumë, se mu dok vetja si kur ata kecat që I ka përmenër molje dhe unë jam peshka qenë vërtit, edhe për një mene se kum najt me Mozën, kum najt se kina bo artë, shoqni të mirë bashkë edhe kina ndjen njani tjetrin dhe në fund, kina luftu edhe respektin e kina pas reciprok ndaj njani tjetrit, nuk e kina shfrytzu se dil ti, dil aty, se Moza s'ka mujt me ardha, as me mund sfida, as une me të s'ku mujt mi fola ato sene që din mi fola, ja, une... Po tani që mbaroj Bujaka, mendon që do kesh një sqarim me Mozën, do vazhdoj kjo misi mes jush, apo gjithçka ngeli brenda? Qora, une kom tregu edhe masi që e përmenet edhe masi e fitoj, une dola prap, une kom tregu shumë publikisht ato. Mendoj që mundet edhe Moza, mendoj që ajo mundet me kona ajo që do të me sqaru paka shumë. Për të folur. Me fol drejtën. A duhet të kërkoj falje? A mendon që duhet të kërkoj falje? Po, se di falje. Apo thjesht të kushtoj një poezi? Do ta merrte zemrën me një poezi? Thjesht pak eros. Po, vë raportin e saj me Ilirin, sepse u diskutua shumë, a e shihje thjesht si strategji loje, apo vërtet I shive që po linte një misi mes tyre? Normal dhe largimi, se kjo ndikoj edhe në largimin strategji loje, se ndikoj edhe pak puna e publikut edhe ajo s'gjojnat, po edhe Iliri ka botë sene çuditshme për të, që unë respektoj Mozën për atë sen që... Për reagimin e saj. Po, kur unë gacmu e sene, kina pos, do me onën e Moza, e kina luftu Ilirin e
20 fermer tjerë që e në kona aty. Shpesh herë unë edhe herë muza. Po ajo s'ka rëndësi, unë e kuptoj muzën edhe është e mirë kur din me kone mirë edhe ashtu, unë s'kam e sen kështu. Po për eksperiencën tënde në përgjithësi në fermë, ka diçka që je penduar ose që do doje mos ta bëje? Ajo mërë shpirtin fëtë se isha i smurë. Edhe për mjë tregu nivelin e muhabetit aty në që thojza atë ma lujshin këshëna e duku me kësi e asi të ma hangër shpirtin në i smurë atë të ashtë qam ju bo këtyne më vloha se jam i smut o vloha. Kishe fare. Ishe ma fa kere veç unë e mozat shtët e kësira ta mu gjojtë. Me kuptu nivelin e muhabetit ty në është për bëj. Ta mon që shdo. Për bësh ta ma. Për menoj që më ka që shumë për para qaj sen se du të me pas karakter mi bo këto sene, ka thonë. Në fund të ditës t'ishe vetvetja. Po, Kështu që kjo Nuk luajti asnjë rol. Kush mendon që nuk e meritonte finalen dhe ishte pjesë e finales? Me të thënë drejt, në momentin e fundit, më ka pëlqy edhe Sara ma shumë me qenë finale ma shumë, se Iliri, se e ndjeva një femër që po lufton të shumë edhe apo kupton ajo veç qatë switchin ka fundi ai ka follovin për qatë sen. E ka followin. është bërë shprej ikonike kjo tani. Po tash. Është ja heke flow. Ja boni Arbona në edhe. Po ja ka, ne këtu bëjmë disa lojra dhe siç është aty ke një buton, Po. një buzzer. Okej, nice. Dhe unë tani do të bëj disa pyetje dhe ti do shtypësh buzzerin sa më shpejt e duhet përgjigjesh. Me po Okej. ose jo ose varësi të pyetjes, okay? Okej, hajde. A je ndar nga një vajzë sepse ke pëlqyer dikë tjetër? Përpara, Ke qenë më në ndonjë përpara. trekëndësh dashurie? Ku më Më përpara. Përpara, dëgjoj, më përpara. Para Ka figuruar këto. pyetje pa lidhje. A je konfliktuar fizikisht me ndonjë koleg? Fizikisht? Po, bam, bum, jo, bam, se bum. kum dasht miroj lirit s'disa herë, po e kum mojt vetën, so dashke me kap çmimin. Biri! Pa bën mo. Gjëja e parë që më tha gruaja kur dola nga ferma VIP ishte. Që më ka thonë, mëre? Lekët. Ai gore, kena zoj. Du shumë. Kozgjatja më e madhe që ke qëndruar pa i folur gruas ka qenë. 2 mujtit. Vetëm gjatë fermës. Sa keni ndëjtur më gjatë pa Pa komunikuar folur me që njëri keni tjetrin? pasi nate, keni pas Jeni debate. zë. Para Veç fermë. veç të firma. Veç të Veç të ferma. ferma. Veç të firma. Dhe një pyetje e fundit shumë serioze. Po. A e ke bërë qiçi në det? Është shumë serioze kjo. Kina tentu me mozën me bo diçka. Pishin. Mos, a u zhyti liri pasi dole du nga piscina? A e thua aty ju të zhytej, a i tha aty ju hajde zhytu. Liri hajtë të zhuj shumë i ngrosë. Lige ke gati. Sara e mori seriozisht. Ja oki Iliri promovin Ua, e pastaj. tërboj. A mendoj që do kesh një mundësi për të komunikuar me Ilirin, ndoshta për të sqaruar. Se bëgë zhuri liri është i pa komunikuar. Dëshiron, ja. U ja do i herë. A do? A do Po pra, a do thash, a ekziston mundësia? Ekziston mundësia normal se s'ka lidhje ajo show është e kështu, nuk i marrëm çaq seriozisht. Nuk do t'i mbash në një natë. Po, ai ndoshta ka frikë se si jena mon kamera. Edhe ka shumë për shkaqeni. Ilirin me të një të frita një direkt. Liri me avion jo me tragjet. Gjithsesi do kalim te një lojë tjetër. Unë do të jap disa epitete ose mbiemra dhe ti do të më thuash se kujt i rri më mirë, kujt prej fermerëve u rri më mirë, okay? Hajde, inshallah Ti për pas mira kanë gjitet vllose. epitetet. Unë ti të Atëherë. rregulloj, po si po të shumë të forta. Fermeri më inteligjent sipas teje. Moza. Okay? Më acarues. Miliri. Okay? I ose e bukur. Fermeri ose fermerja më e bukur. Simpatik. Kësoni. Sani. Sani, Okay? absolutisht Sani. Më intriganti? Iliri. Okay? Strategu. Pujaka. Fermeri më ofendues. Blerina. Gjerina. Okay?
Fermieri jo i vërtet. Fake, falso. Okej. Dhe fermieri më i fort. Jaka! Kuptove Goku me këtë transformoj Super Po shikon Saiyan. se flokti ka ashtu. Ç'të shkrepi njëherë ti bëje bjonde me atë peshkaqenin. Është peshkaqen po. Dolim finale, këto hangër dhe muzën po e lam. Kurseve. Bujaka, flasim tani pak për muzikën. Okej. Dhe për artistat shqiptar. Po. Kush të pëlqen ty më shumë, kush të frymëzon, kush mendon që tani për shembull po bën muzikë shumë të mirë? Edhe vetë si DJ e kështu, më kum përkra shumë të rritë. Edhe më ka pëlqy sidomos kohën e fundit e kena përkra Bletën, Banon, Bleta për tace. Po, Bleta për Bleta tace. për tace. Kena ndimu me Mulla Gang, kena supportu me atë sa kena pas mundësi. Po është një i Shqipnis që më pëlqen jashtëzakonisht shumë për momentin, e ka emrin Leo Masi. Ai më ka pëlqy shumë. Për ndryshe jo se e kom shok, po më thoj za mu qujt edhe ai artisti i ri, Oznek, shoku jam nga Tirana që i kena 2 këngë bashk. Edhe ajo goca që është Haluqa janë nga Prishtina, Sahati. Sahati, love Sahati. Për një me mu këtë së më thojnë në fjallën Haluqa kum për do njerës që jam për një me diçka pak ma të veçanë muzike, i kum përkra gjithmonë. Tani Jaka, ti ke bërë një këngë që titullohet Ronaldo. Po. Është tani do ta bësh një këngë peshkaqeni. Po. Po do ta lësh me aq. Do ta bësh një peshkaqeni. Ronaldon, ta është të klasim se unë jam kampion i Kosovës në vitin 2011. Futbol. Edhe aty mu ka dhonë mundësia. Kum lujtë të njëtën futbol edhe që më ka pëlqy të Ronaldo është jetë gjatësia e tina që kur nuk i ka rrit men janë thojza si brazilian që kanë bo pak lek edhe ja kanë I ka hyp vetja në qef. po, ja kanë ik followi në asoj punë dhe tani Po me një Ronaldo edhe ndodhe ashtu u bo në TikTok është worldwide #1 popular song, nuk ka këngë për Ronaldo ndikush ma dhest se shqiptari i shqiptarëve, dardanisëve të njëri. Jaka. Tani që po vjen vera Bujaka, do kemi besoj projekte të reja, po nuk e di sa mund na zbulosh ndonjë bashkëpunime, ndonjë këngëtar tjetër. Po, kena diçka, kom parasysh një këngë me Don Fenomen, Interesant. po, me GRMV-n, edhe kom disa tjerë që jam diskutime me ta, s'po du mi përmen edhe amnat, Okej, ti uajmë disa- Po presim. Kjo është pak po e sigur po presim. Po për pas këtyne do me hanë një kom edhe senet me Alandin që më pret kena shumë, kom një kom nga Mapiano, se unë e bëj Me si po përiste. eventet a Mapiano në Shqipëri pari që i kom kriju. Faleminderit. Ishte shumë nice. Murime për ty. Somorime për kofi, somorime. Jo re! Shumë faleminderit. Andala. Kosti sa mbushi 17 vjetë, 17 vjet. ata kanë Greta Koçi, ne kemi Kostian. Kemi një Lorena akoma. Shumë faleminderit, jeni shumë të mirë. Edhe kështu. Shumë faleminderit. Një shkon një nuse e Kosovës. A ke bërë nuset Kosovës? Edhe kështu. Edhe kështu do ta Shumë bëjmë. faleminderit, ju dua. Faleminderit. Ua. Ándale.